Deputeti i Partisë Socialiste Plaren Dreca është zyrtarisht i panderur nga SPAK për shkeljen e tenderat e rekonstruksionit të 4 komisariateve të policisë. Ai akuzohet për shkeljen e barazisë së pjesëmarrësve në tendera kryer në bashkëpunim gjatë kohës kur shërbente si sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme. Hetimi nisi pas një kallëzimi nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili zbuloi parregullsi dhe devijime ligjore në Garn për ndërhyrje në komisariatet e Vlorës, Mirditës, Pogadecit dhe atë të numër 4 në Tiranë. Sipas KLSH-s, zyrtarët përgjegjes kanë favorizuar kompanitë të caktuara duke cënuar barazinë e pjesëmarrësve. Po ashtu janë konstatuar rritje të paargumentuara të kostove të ndërtimit dhe projektimit. Nga 4 komisariate deri tani janë rikonstruktuar vetëm ai i Mirditës dhe komisariati numër 4 në Tiranë. Procedurat e tenderimit u zhvilluan gjatë drejtimit të ministrit të atëhershëm të Brendshëm Sander Leshaj, i cili është marrë në pyetje nga prokuroria e posaçme, por deri tani nuk ka të dhëna për ndonjë procedim penal ndaj tij. Plaren Dreca, i cili u betua si deputet në janar të vitit 2024 duke zëvendësuar Erben Ahmetajn, është gjithashtu kandidat i Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Me ngritjen e akuzave nga SPAK, pritet që procesi ndaj tij të ndikojë në fushatën elektorale dhe pozicionimin e tij politik.